Pyetje e radhës thot kështu: Selam aleikum hoxh i nderuar. E kam një pyetje që lidhet me vetbesimin dhe dinin. Kam lexuar që është rrezik për imanin ton kur të tjerët na nënvlerësojnë. Pasi që kur na nënvlerësojnë, na humb besimin në vetveten. Kur na humb besimin në vetveten, fillojmë të nënvlerësojmë vetveten. Dhe kur lidhet te besimi, domethënë ne fillojmë të themi vetes, kush je ti që Allahu më të pranoj lutjen, që Allahu më të fal, që Allahu më të dash etj etj. Çfarë këshille na kishte dhënë dy palëve, ata të cilët e kanë shprehiti nënvlerësojnë njerëzit rreth tyre të afërmit dhe ata që vuajnë prej këtyre nënvlerësimeve që ju kanë bërë. Dhe a thutë që mund të lidhet kjo logjikë kështu? Allahu ju ruajt. Nuk lidhet logjika si e ka rendit në pyetje, e filloj për këtë pjesës fundit, nuk lidhet kjo renditje kështu si e ka lidhet kjo, domethënë janë premisa me konstatime të gabuara. Këshilla ime është për ata të parë që ofendojnë edhe nënshmojnë të tjerët, është gabim, është mëkat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yahqiru një besimtar nuk e nënshmon vllahun e tij besimtar. Edhe s'ka drejt askush me nënshmu tjetrin. Sidomos jo nga mllefja dhe inatja dhe zilia. Sa të i shton plus gjunate e mllefit, urrëties, zilis, se na jemi vëllezër. Besimtari nuk e tradhton vllahun e tij, nuk e urren vllahun e tij, nuk e dorëzon vllahun e tij, por e ka vëlla, e don atë, i ndihmon atij dhe përkrah atë. Andaj nuk ka drejt askush me nënshmu vllahun e vet. Edhe është mëkat për mëkateve të mëdha. Që nuk duhet besimtarët me nënshmu të tjerët. Tash ky që do thotë e ndjen nënshmimin për tjerëve, do ndjen fjalë ofenduese, nënshmuese, ky duhet me injoru ato fjalë. Nuk duhet me rap, domethënë preh e këtij diskursit komunikimi që e përcjell ai njeri, aja në këtë rast. Ti e beja. Ti duhet me injoru, sepse realisht kur dikush të ofendon, sidomos nëse është i barabartë me ty në dije, në vepra, në përvojë, në jetë, shiveqar se është domethënë me prapavi, nuk është e sinqert. Fundi fundit kush ka vërejtje me thonë ai nuk të ofendon. Po të këshillon, të mëson, të përmirëson, ama asesi me të nënshmu. Edhe ti nuk duhesh mundi inferior, as i nënvlerësuar se dikush nënshmon. Është një fjalë arabe si pjesë e poezisë, thotë kur vjen nënshmimi për njeriu të mangët, kjo për mua është lavdrim. Edhe kështu të më kupto. Kur një i mangët të ofendon ty, të nënshmon ty, dije se kjo për ty është lavdrim, se sa ai s'ka vlera për me të vlerësu ty, e me nënshmu ty. Edhe duhesh me injoru këtë nënshmim dhe duhesh me vazhdu të me angazhimet ty. Normalisht na gjithë dimi se kena mangësitë tona, ama do të përmirësohemi, do të plotësohemi me dije, me këshilla, duke konsultuar me ata që janë të ditur, ata që janë të sjellshëm, ata që janë të moralshëm, ata që dinë me vlerësu situatën dhe rrethona, asesi pranojmë domthonë ofendime nga njerëz të tillë. E tani, nëse ti ndihesh i nënshmuar, realisht pastaj me mendu se ti kush jetë me humb vetbesimin, gabim është. Domthonë këtë jemi njerëz gabimtar. Përkundazi Allahu i Madhëshëm e ushqen vetbesimin duke e ftuar besimtarin që mëkaton të kthehet te Zoti. Kërkon pendim pe Zotit, kërkon falje te Zoti. Edhe ti nuk duhesh me humb vetbesimin, përkundazi duhesh me shtu vetbesimin, edhe duhesh me insistu në kthim te Zoti. Andaj mungesa e vetbesimit dhe mungesa e cila sjell në situatë me mendu se unë kush jam unë me drejtu Zotit për falje, pendim, kjo është katastrofë. Kjo është mëkat më i madh se sa vetë gabimi nëse ke bë. Sikur se ka në ajete kuranore, innahu la yaqnatu min rahmati rabbih illa al-dhallun, veç të lajthitur të humbi shpresën në mëshirën e Zotit. Të nëse arrin këtë stad, domthonë këtë nivel që të mendosh se kush jam unë me drejtu Zotit për falje, e ke humb shpresën në faljen e Zotit. Të humbësh shpresë në faljen e Zotit është mëkat më i madh se sa me mëkatu me bëna gabim tjetër ndaj Zotit. Përkundazi duhesh me ushqy shpresën vazhdimisht edhe bindjen se me çfarë do mëkate që shkon te Zoti, i sinqert, i vendosur, Allahu të pranon. Andaj dera e pendimit është e hapur, derisa del dielli nga perëndimi, dhe derisa të vjen shpirti në fyt. Edhe ti çdo ditë duhesh me shfrytzuar me pendu te Allahu xhall dhe pendimin me shëndosi një dras kërcyse që sikurse ishte poshtë tani më ngrit më lart. Te Zoti Dhul Xhelal duke i shtuar veprat e mira, duke kërkuar falje pe Allahut për gabimet që i bë. Edhe një të rumbullaksojmë çështën, do thotë askush nuk ka drejt me nënshmu vllahun e tij, dhe ti nëse dikush sillet me nënshmim ndaj teje, refuzoje, kundërshtoje, injoroje. Dhe asnjëherë mos të jep fjalë ofenduese, nënshmuese, me u bë do thotë shkak që ti mundi me mungesë vetbesimi
ose mundi i vogël, ose i marginalizum, ose i kompleksum, përkundazi, ignoroj ata, ignoroj fjalët e tyre dhe normalisht analizoj ti vetë vetën tonë dhe ku ke mangësi, plotsoj, ku ke pika të forta, ato kultivoj dhe kështu zhvillon jetën derisa të jesh gjatë.